shkurtit në mbrëmje, kur veç i patëm rezultate, bihej shumë mirë se Albin Kurti nuk do të tentoj apo nuk do të formoj qeverinë, sepse shprehjet e tij i di mi mojme, nuk kem nevojë të përsërisim, dhe që atëherë unë në farë mënyre e kam ditë, kam paralajmëruar se nuk do të kemi qeveri Kurti 3. Edhe konstituim kuvendit, sepse dihej mirë që Albini nuk është i interesuar për diçka të tillë, sepse i dështoi 500.000 këja, andaj edhe erdhi kjo që erdhi. Kjo shtyrje, kë prolongim 8 mujor, vërtet ka kostot të lartë për popullin, për shtetin dhe për të ardhmen e këtij vendi. Andaj, themi se tollja 8 mujore e Albin Kurtit duke prolonguar në vazhdimsi me qëllim dhe me prapavi politike konstituimin e kuvendit, sepse gjithçka bëhej për interesa apo për të provuar që ti ketë numrat për qeveri, të cilat asnjëherë nuk i ka arritur, edhe në kohën kur ka pas një farë mënyre ofrim nga ana e Fatmir Limajt, jo që ky e ka kërku, por Fatmir Limaj vetë ofru, por edhe në atë kohë votat Albini nuk i ka pas për qeveri. Edhe po ta propozonte zotin Limaj për kryeministër, përsëri Albini nuk do t'i kishte votat për qeveri, kështu që krejt kjo shtyrje është bërë me qëllim që ti ofrohet zgjedhje së presidentes dhe atë diçka nëpërmjet duke llogaritur ende që presidentja ka një forcë politike dhe ka një numër të votave, ai ka bërë këto lojra për të ardhur një ditë që presidentja ose do të ketë parti të re, ose do të futet, do të kthehet në partinë Guxo, me qenë se ajo po i ruan aty 6 deputet, 7 deputet, edhe përsëri të ketë koalicion me Kurtin, në mënyrë që ata të marrin më tepër se 50% votave, gjë që në asnjë rast nuk do të ndodhë. Tani t'i kthehemi asaj që ekspozeut të zotit Kurti, i cili fund e kry, ishte një ekspoze gjoja i kujdesshëm ndaj opozitës, ishte jashtëzakonisht i butë, ishte i nënshtruar, në një farë mënyre lutës apo lëmosh kërkues, por ajo që është kryesorja, kjo ishte hipokrizi. Hipokrizi e Albin Kurtit për të kamufluar gjëja se ai pas ka punu për këto 4 vjet, thoshte, por ai veç tani me ata 6 mujt e parë të vitit 2019, edhe këtë kohën sa ai po ushtron qeverinë kujdestare, ai veç i ka mbushur 5 vjet, të cilat vite janë komplet dështim në të gjitha sferat, në asgjë ky njeri nuk ka tregu sukses, as në Mitrovicën e Veriut, as gjë tjetër, bës flasim për ekonomi, arsim, shëndetësi, dështim siguri, dështim total në gjithçka. Ai tha se Kosova është shteti më demokratik i rajonit. Kosova, tha, e ka shkallën më të ulët të inflacionit në rajon. Kosova ka demokracinë më të zhvilluar në Evropë. Kosova, gjitha këto janë të pavërteta dhe nuk qëndrojnë. Por, në një ekspoze, ku ai nuk kishte fare program. Dhe dy pikat kryesore ndoshta ishin 1 miliard euro në ushtri, edhe ky do jetë mandati i reformës në drejtësi, thaj. Ndoshta një lloj vetingu si në Shqipëri. Po, ato ishin 2 premtimet programore. Kjo çështja e ushtrisë është çështje e rregulluar me marrëveshjen për formimin e ushtrisë dhe deri në
vitin 2028. Ushtria e ka programin, e ka buxhetin, i ka gjitha të planifikuara, i ka dronet, i ka helikopterat, i ka të gjitha që janë të planifikuara dhe Albini po i shfrytëzon ato të cilat janë bërë marrëveshjen mes Ramush Haradinajt dhe njerëzve të Amerikës edhe të Bashkimit Evropian, NATO-s, të cilat ja kanë dhënë mandatin për formimin e qeverisë deri në vitin 2028. Prandaj ai vetëm ka shfrytzuar projekte të cilat janë të paraparë në zhvillim të ushtrisë dhe ato i keq përdor apo po i përdor së gjëja si suksese të tija. Prandaj ai në ekspozen e tij u mundua të na bindë se gjëja ai ka punuar këto 5 vite, por në fakt ai nuk ka punuar asgjë përveç që e ka shndruar shtetin në një shtet social, edhe u mundua që nëpërmjet premtimit të lëmoshës sociale për disa kategori, rritjen e pagës minimale. 500 euro, pensionet minimale 150 euro, nënat e hona, gjyqi. Në një farë mënyre ai paralajmëroi që në këto 4 vitet e ardhshme, nëse ai bëhet kryeministër, Kosovën do ta shndrojë në shtet socialist, komunist të tipit të Koresë së Veriut. Ai ishte paralajmërimi kryesor që Albini edhe për fat unë e kam pas një lloj dyshimi se mund të bëhet ndonjë pazar me dikën, por në këtë rast do të falenderu partitë. Duket se pati një takim sipas mediave me Limaj në minutat e fundit, por nuk u arrit diçka. Ka pas ajo del të